Një milioner kthehet në spital më herët, i pushtuar nga një parandjenje mbytëse. Teksa hap derën, sheh gruan e tij duke u përpjekur të mbysë nënën e tij me një jastëk. Shoku është i menjëhershëm, e vërteta që ai refuzonte ta shihte, tani ulërin përpara syve të tij. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Mëngjesi në Tiranë zgjoi me zhurmën e tij karakteristike të motorëve dhe borive, por për Ardit Berishën, tingulli që kumbonte më fort ishte ai i frymëmarrjes së tij të çrregull. Ai i jepte makinës së tij nëpër rrugët ende të mbuluara nga mjegulla e hollë e agimit, duke ndier një shtrëngim në gjoks që nuk arrinte ta shpjegonte. E kishte lënë nënën e tij, zonjën Tefta, në spitalin Nën Tereza vetëm pak orë më parë, pas një nate të vështirë ku ajo kishte pësuar një krizë respiratore. Mjekët e kishin siguruar se ishte stabile, se mund të shkonte në shtëpi të pushonte pak. Por diçka brenda tij këmbëngulte të kthehej. Arditi ishte një burr 38 vjeç, inxhinier ndërtimi, i njohur për racionalitetin dhe aftësinë e tij për të zgjidhur probleme komplekse me gjaktotësi. Por në atë moment, logjika nuk arrinte të qetësonte ndjesinë e urgjencës që i kishte pushtuar çdo qelisë të trupit. Ishte sikur një zë i brendshëm bërtiste se diçka ishte thellësisht gabim, se ai duhej të ishte pranë nënës së tij pikërisht në atë çast. Ai shtypi pedalin e gazit duke shmangur një autobus që po merrte kthesën ngadalë dhe ndiu zemrën t'i rrite fort kur më në fund pa fasadën e bardhë të spitalit. E parkoi makinën kuturu, gati duke harruar të mbyllte dyert dhe përshkoi hollin me hapa të mëdhenj. Recepcionistja e përshëndeti, por ai mezi i dëgjoi fjalët. Këmbët e çonin automatikisht nëpër korridoret që tashmë i njihte shumë mirë, duke kaluar pranë infermierëve që po fillonin turnin e mëngjesit dhe familjeve që prisnin lajme me fytyra të lodhura. Ashensori dukej sikur zgjaste një përjetësi për të arritur në katin e 4 dhe kur më në fund dyert u hapën, Arditi praktikisht vrapoi deri te dhoma 312. Kur shtyu derën, skena që ju shfaq para syve ia transformoi jetën përgjithmonë. Valbona, gruaja e tij prej 5 vitesh, ishte përkulur mbi shtratin e spitalit, duke i shtrënguar një jastëk mbi fytyrën e zonjës Tefta. E moshuara, me flokë të bardhë dhe trup të brish, përpëlitej dobët, krahët e saj të hollë përpiqeshin të shtynin nusen, por pa forcë të mjaftueshme për t'u mbrojtur. Sytë e Valbonës ishin të ngulitur, të vendosur, pa asnjë gjurmë hezitimi apo pendese. Ishte shpreha e dikujt që kishte kaluar një vit të padukshme dhe nuk kishte ndërmend të kthehej. Arditi ndjeu sikur ajri ju këput nga mushkëritë. Për një fraksion sekonde, truri i tij refuzoi të përpunonte atë që po shite. Ajo nuk mund të ishte Valbona, gruaja me të cilën ndante shtratin çdo natë, gruaja që i buzëqeshte çdo mëngjes, gruaja të cilës i ishte betuar ta donte dhe ta mbronte. Por ishte ajo. Dhe në atë çast, i gjithë realiteti që ai njihte u shem. Ai reagoi nga instinkti i pastër, duke përshkuar dhomën me 3 hapa dhe duke ia hequr jastëkun nga duart Valbonës me aq forcë sa ajo u hodh anash. Zonja Tefta gulçonte dëshpërimisht, duke u përpjekur të thithte ajër në mushkëritë që ishin privuar nga oksigjeni. Arditi e ndihmoi të ulej, duke e mbajtur me kujdes ndërsa ajo kollitej dhe dridhej. Monitori kardiak lëshoi alarme të mprehta dhe brenda pak sekondash, infermiere dhe një mjek vërshuan në dhomë. Valbona ishte tërhequr pas murit, sytë tani të zgurdulluar, por jo nga pendesa. Ishte shok. Shoku i të qenit kapur në flagrancë, i dështimit, i fytyrës së saj të vërtet të ekspozuar në dritën e egër të realitetit. Ajo hapi gojën të fliste, por Arditi e ndërpreu para se të mund të dilte ndonjë fjalë. Mos thuaj asgjë, urdhëroi ai, zëri i ulët, por i ngarkuar me një furi që nuk e kishte ndier kurrë më parë. Asnjë fjalë. Infermierët po kujdeseshin për zonjën Tefta, duke kontrolluar shenjat e saj jetësore, duke i vënë oksigjen, duke e qetësuar me fjalë të buta. Mjeku i hodhi një vështrim të hutuar Arditit, pastaj Valbonës, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë kishte ndodhur aty. Arditi nuk arrinte të formonte fjali të plota, por tregoi me gisht gruan e tij dhe tha vetëm, ajo u përpoq, ajo po, dhe fjalët i ngecën në fy. U thirr një roje sigurie. Valbonën e nxorën nga dhoma, duke protestuar, duke thënë se ishte një keqkuptim, se po rregullonte vetëm jastëkun, se vjera ishte e shqetësuar. Por fjalët e saj tingëllonin të zbrazta, të dëshpëruara, përpjekja patetike e dikujt që e dinte se gënjeshtra nuk kishte më mbështetje. Arditi nuk e pa në sy ndërsa e nxirrnin jashtë. Nuk mundej.
Kur dhoma më në fund u qetësua dhe zonja Tefta ishte përsëri stabile, Arditi ul pranë shtratit, duke mbajtur dorën e brisht të nënës mes duarve të tij. Ajo e pa me sy të përlotur dhe në atë vështrim kishte kaq shumë gjëra të pathëna. Dhimbje, lehtësim, trishtim dhe diçka që Arditit ju deshën disa sekonda për ta identifikuar, mirë kuptim. Sikur në një farë mënyre, ajo tashmë e dinte se ky moment do të vinte. Sikur kishte pritur për të, duke u friksuar për të, por duke e ditur se ishte e pashmangshme. Nën, pëshpëriti ai me zërin e mbytur. Nuk e dija. Betohem që nuk e dija. Zonja Tefta ja shtrëngoi dorën me atë pak forcë që kishte dhe mbylli syt, lotët i rridhnin në përfaqet e rrudhura. Arditi ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi edhe më shumë, dhe për herë të parë pas vitesh, qau. Qau për nënën që gati humbi. Qau për gruan që kur nuk e kishte njohur vërtet. Qau për jetën që kishte ndërtuar mbi një themel gënjeshtrash dhe iluzionesh. Orët që pasuan ishin një mjegullnaj. Arditi dha dëshminë e tij në polici, shpjegoi çfarë kishte parë, ju përgjigj pyetjeve që i dukeshin surreale. Si mund të shpjegonte se gruaja me të cilën ndante jetën ishte përpjekur t'i merrte jetën nënës së tij? Si mund t'i vinte në fjalë tradhtin absolute, gjaktotësinë e llogaritur, ligësinë e pastër që kishte dëshmuar? Policët ishin të respektueshëm, por të drejtë për drejtë. Atyre u duheshin detaje, kontekst, çdo gjë që mund të ndihmonte për të kuptuar se çfarë e kishte motivuar atë akt. Dhe ishte aty, ulur në një dhomë të ftohtë takimesh të spitalit, që Arditi filloi të ribashkonte pjesët e një enigme që kishte qenë gjithmonë para syve të tij, por që ai kishte refuzuar ta shite. Ai dhe Valbona ishin njohur 6 vjet më parë në një event korporate. Ajo ishte menaxhere marketingu në një kompani kozmetike, e bukur, inteligjente, plot sharm dhe vetbesim. Ai ishte tërhequr menjëherë nga energjia e saj, nga mënyra se si ajo ndriçonte çdo ambient ku hynte. Lidhja ishte e shpejtë, intensive, plot premtime për një të ardhme të ndritur së bashku. Ajo e bënte të ndihej i veçantë, i admiruar, i dëshiruar. Dhe kur ai ja prezantoi nënës, Valbona kishte qenë perfekte. E sjellshme, e dashur, e vëmendshme. Zonja Tefta kishte buzëqeshur dhe i kishte dhënë bekimin e saj, megjithse Arditi, tani, duke parë pas, mund të identifikonte diçka në sytë e nënës atë ditë. Një hezitim të vogël. Një hije dyshimi. Martesa u festua në një ceremoni të thjeshtë, por të bukur, në një vilë në periferi të Tiranës. Zonja Tefta ishte rrezatuese, e lumtur që shihte djalin e saj duke ndërtuar familjen e tij. Dhe në muajt e parë, gjithçka dukej perfekte. Valbona ishte një grua e përkushtuar, kujdesej për shtëpinë me përpikëri, përgatiste darka të sofistikuara, sigurohej që gjithçka të ishte gjithmonë pa të meta. Arditi ndihej me fath. Por pak nga pak, plasaritjet filluan të shfaqeshin në fasadën e përsosur. Fillimisht ishin gjëra të vogla. Komente therse për zonjën Tefta, të maskuara si shaka. Ajo ka qenë gjithmonë kaq kontrolluese, apo jo? Ose, wow, nëna jote nuk të lë dot të rritesh. Arditi qeshte, duke menduar se ishte thjesht humori i veçantë i Valbonës. Në fund të fundit, të gjitha familjet kishin dinamikat e tyre, konfliktet e tyre të vogla. Nuk ishte gjë e madhe. Pastaj erdhën kritikat më të drejtë për drejta. Valbona filloi të vinte në dyshim sa shpesh Arditi e vizitonte nënën, sa shumë shqetësohej për të, sa shumë ende lejonte që zonja Tefta të kishte ndikim mbi vendimet e tij. Duhet të mësosh të vendosësh kufi, thoshte ajo, me zë të butë por të prerë. Ne jemi një familje tani. Ti dhe unë. Nëna jote duhet ta kuptoj këtë. Arditi përpiqej të balanconte dy gratë, përpiqej të ruante paqen. Zvogëloi vizitat te nëna, filloi të telefononte më rrallë, gjithmonë duke u justifikuar me argumente për punën dhe angazhimet. Zonja Tefta nuk ankohej kurrë, por ai mund ta ndjente trishtimin në zërin e saj, vetmin që fillonte ta rrethonte. Dhe sa herë që ja përmendte këtë Valbonës, ajo kishte një përgjigje gati. Ardit, ti nuk mund të jetosh jetën e saj. Ajo duhet të krijojë pavarësinë e saj. Por pika e kthesës së vërtet erdhi kur Arditi humbi një kontratë të madhe në kompaninë ku punonte. Ishte një goditje financiare e rëndësishme dhe çifti u gjend në vështirësi. Faturat grumbulloheshin, rroga nuk mjaftonte dhe presioni rritej çdo ditë.
Ishte atëherë kur zonja Tefta, me zemrën bujare që kishte pasur gjithmonë, u ofroi atyre të jetonin përkohësisht në shtëpinë e saj. Ishte një shtëpi modeste, por e rehatshme, në lagjen e bllokut. Arditi pranoi, mirënjohës, duke menduar se do të ishte vetëm për disa muaj derisa të arrinin të rimëkëmbeshin. Valbona pranoi gjithashtu, por Arditi vuri re ndryshimin e menjëhershëm në fytyrën e saj. Maska i rëshiti për një çast, duke zbuluar diçka të ftohtë, diçka të ashpër. Por ajo shpejt u përmbajt dhe buzëqeshi, duke thënë se gjithçka ishte në rregull, se do të bënin atë që ishte e nevojshme. Muajt që pasuan ishin një ferr i heshtur. Valbona u bë një person tjetër brenda asaj shtëpie. Kur Arditi ishte i pranishëm, ajo ruante qetësinë, por në momentet kur ai dilte për të punuar ose për të zgjidhur çështje, Valbona e vërtet dilte në pa. Zonja Tefta nuk u ankua kur drejt për drejt, por Arditi filloi të vinte re shenja. Nëna ishte më e heshtur, më e tërhequr. Sytë e saj kishin një trishtim të thellë që nuk ishte aty më parë. Ajo filloi të humbiste peshë, të humbiste oreksin, të flinte keq. Njëherë, ai erdhi në shtëpi më herët dhe dëgjoi zëra të ngritur që vinin nga kuzhina. Valbona po fliste me vjehrën dhe megjithse fjalët ishin të matura, toni ishte therrës. Zonja Tefta, ju duhet të kuptoni se kjo shtëpi nuk është aq komode sa më parë. Ne po bëjmë një sakrificë të madhe duke qenë këtu. Arditi hyri në kuzhinë dhe të dyja heshtën menjëherë. Valbona i buzëqeshi atij, e ëmbël si gjithmonë, dhe e pyeti si i kishte shkuar dita. Ai duhej të kishte hetuar. Duhej të ishte përballur. Por nuk e bëri. Zonja Tefta u përpoq të fliste me të disa herë. Një natë, kur Valbona kishte dalë me shoqet, ajo ul pranë djalit në dhomën e ndenjes dhe tha, me zë të ulët, Ardit, duhet të them diçka. Por para se të mund të vazhdonte, ai e ndërpreu, i lodhur, i stresuar nga puna dhe financat. Nën, të lutem, jo tani. Jam i raskapitur. Ajo mbylli gojen dhe nuk u përpoq më kurrë. Dhe Arditi do ta mbante këtë peshë për gjithë jetën. Ulur tani pranë shtratit të spitalit, duke vëzhguar nënën të flinte pas traumës që kishte pësuar, Arditi e ndjente fajin si një peshë fizike mbi supe. Ai kishte dështuar. Kishte injoruar shenjat, kishte zgjedhur paqen si përfaqësore në vend të së vërtetës së pakëndshme, kishte lejuar që gruaja që donte të shndërrohej në një kërcënim real për gruan që e kishte rritur. Por faji do të duhej të priste. Tani, ai duhej të mbronte zonjën Tefta. Duhej të siguronte që Valbona të mos i afrohej më kurrë. Duhej të kuptonte se si kishte arritur në atë pikë, si një person mund të mbante kaq shumë urrejtje, kaq shumë përbuzje, sa të kalonte vijën më të pacenueshme nga të gjitha. Një infermiere hyri në dhomë, kontrolloi monitorët dhe i buzëqeshi butësisht Arditit. Ajo është mirë, zoti Berisha. Tmeri ishte i madh, por ajo është e fortë. Ai e falenderoi me një tundje koke, i paftë të formonte fjalë. Kur infermierja doli, Arditi mori celularin dhe i dërgoi një mesazh motrës së tij, Besës, e cila jetonte në Shkodër. Besa, duhet të vish në Tiranë sa më shpejt. Është urgjente. Për nënën. Përgjigjja erdhi brenda sekondash. Po marr fluturimin e parë. Çfarë ka ndodhur? Ai nuk u përgjigj. Nuk dinte si ta shpjegonte me celular. Disa gjëra duheshin thënë personalisht, duke parë në sy, me gjithë peshën e së vërtetës së zhveshur. Arditi kaloi pjesën tjetër të ditës në spital, duke refuzuar të largohej, duke refuzuar ta linte nënën vetëm për asnjë sekondë. Hëngri keq, fjeti edhe më keq, por nuk i bëhej vonë. Sa herë që mbyllte sytë, shite përsëri skenën. Valbona, jastëku, dëshpërimi në sytë e zonjës Tefta. Dhe sa herë që hapte sytë, duhej të përballej me realitetin se jeta e tij, siç e njihte, kishte mbaruar. Në mbrëmje, kur dritat e spitalit u zbehen dhe korridori u bë më i qetë, Arditi më në fund lejoi që mendimet që kishte shmangur ta pushtonin. Ai u përpoq të kuptonte. U përpoq të gjente një logjik, një arsye, diçka që mund t'i jepte kuptim atij akti monstruoz. Por nuk kishte logjik. Kishte vetëm urrejtje. Urrejtje e pastër, e kultivuar në heshtje, e ushqyer nga pakënaqësitë dhe zilia. Dhe Arditi kuptoi se, në një farë mënyre, ai kishte qenë bashkëfajtor. Jo i aktit në vetvete, por i mjedisit që lejoi që ai akt të bëhej i mundur. Ai kishte zgjedhur të mos shihte, të mos dëgjonte, të mos pyeste. Kishte zgjedhur komoditetin e ignorancës në vend të guximit të së vërtetës.
Dhe tani, nëna e tij gati kishte paguar çmimin përfundimtar për zgjedhjet e tij. Zonja Tefta lëvizi në shtrat duke mërmëritur diçka të pakuptueshme. Arditi u përkul duke I mbajtur përsëri dorën. Jam këtu, nën. Nuk do të largohem. Je e sigurt? Ajo hapi syt ngadalë, ende e çorientuar nga ilaçet, por kur pa djalin pranë saj, një buzëqeshje e vogël I preku buzët. Ardit, pëshpëriti ajo. U ktheve. U ktheva, konfirmoi ai me zërin që I dridhej. Dhe nuk do të lë më kurrë. Premtoj. Ajo ja shtrëngoi dorën me një forcë befasuese për dikë kaq të brishtë. E dija që do të vije, tha ajo. E kam ditur gjithmonë se do të ishe këtu kur të kisha nevojë. Dhe për herë të parë që nga ai mëngjes I tmerrshëm, Arditi ndjeu diçka përtej fajit dhe tmerrit. Ndjeu një shkëndijë të vogël shprese. Sepse, pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht gjithë errësirës dhe tradhtisë, ai kishte arritur në kohë. E kishte shpëtuar nënën e tij. Dhe tani, së bashku, ata do të gjenin një mënyrë për të kaluar makthin në të cilin ishin kthyer jetët e tyre. Por Arditi e dinte se më e keqja ende nuk kishte ardhur. Pyetjet që duheshin përgjigjur. Të vërtetat që duheshin zbuluar. Dhe llogaria me një grua që ai mendonte se e njihte, por që ishte, në realitet, një e huaj e plodh. Një e huaj e aftë për gjëra të paimagjinueshme. Dhe ndërsa nata thellohej mbi Tiranë dhe spitali vazhdonte rutinën e tij të shpëtimit të jetëve dhe dëshmimit të dramave njerëzore, Ardit Berisha filloi të kuptonte se udhëtimi I tij sapo kishte filluar. Një udhëtim drejt së vërtetës, drejtësisë dhe, ndoshta, shpengimit. Por do të ishte një udhëtim I gjatë, I dhimbshëm, plot zbulime që do të ndryshonin gjithçka që ai mendonte se dinte për dashurinë, besnikërinë dhe natyrën njerëzore. Dhe gjithçka kishte filluar atë mëngjes, kur një instinkt I pashpjegueshëm e kishte sjellë përsëri në spital. Një instinkt që I kishte shpëtuar jetën nënës së tij dhe kishte shkatëruar iluzionin e jetës së tij. Por ndërsa nata thellohej dhe spitali vazhdonte ritmin e tij të vazhdueshëm të kujdesit dhe emergjencave, Arditi e lejoi veten të zhytet në kujtime që I kishte shtypur për një kohë të gjatë. Ai kujtoi ditën kur takoi Valbonën në një event korporate në hotelin Rogner me pamje nga parku I madh I Tiranës. Ajo mbante veshur një fustan blu të errët, flokët e lëshuar I binin në valë perfekte mbi supe. Kur sytë e tyre u takuan për herë të parë, Arditi ndjeu diçka që mendoi se ishte fat. Ajo I kishte buzëqeshur, një buzëqeshje që dukej se ndriçonte të gjithë sallën dhe ishte afruar me një gotë verë në dorë. Dukesh I humbur, kishte thënë ajo, me zë melodioz dhe ftues. Herë e parë në këtë lloj eventi, Arditi kishte qeshur, nervoz por I magjepsur. A është kaq e dukshme? Dhe nga ai moment, Valbona e kishte thurur rrjetën e saj me mjeshtëri. Ajo e bënte të ndihej I veçantë, unik, sikur të ishte I vetmi burr në sallë që meritonte vëmendjen e saj. Ajo I bënte pyetje për jetën e tij, për ëndrat e tij, për familjen e tij dhe dukej sinqerisht e interesuar për çdo përgjigje. Arditi, I cili kishte qenë gjithmonë I rezervuar në emocionet e tij, e gjeti veten duke I hapur zemrën asaj gruaje që mezi e njihte. Në muajt në vijim, lidhja ishte një malore emocionesh intensive. Valbona ishte pasionante, demonstruese, gjithmonë duke planifikuar surpriza romantike. Fundjava në Durrës, darka në dritën e qirinjve në restorante të fshehura të qytetit, bileta të lëna në makinën e tij me mesazhe të dashura. Arditi ndihej si protagonisti një filmi, duke jetuar një romancë që dukej shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Dhe ndoshta, duke parë tani në retrospektiv, vërtet ishte shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Ai kujtoi takimin e parë të saj me zonjën Tefta. Arditi ishte nervoz, I shqetësuar që dy gratë më të rëndësishme të jetës së tij të pëlqeheshin. Valbona kishte ardhur në shtëpinë e nënës me një buqet lulesh dhe një tort me luleshtrydhe të bërë vetë. Ajo e përshëndeti zonjën Tefta me një përqafim të ngrohtë dhe kaloi gjithë pasditen duke qenë nusja perfekte, duke ndihmuar në kuzhinë, duke bërë komplimente të sinqerta për dekorimin e shtëpisë, duke pyetur për jetën e zonjës Tefta me interes të vërtetë. Kur u larguan prej andej, Arditi ishte rrezatues. Ajo është e mrekullueshme, nën. Çfarë mendimi pate? Zonja Tefta kishte buzëqeshur, por Arditi, tani, mund të kujtonte pauzën e vogël para përgjigjes. Ajo duket shumë simpatike, birë. Nëse ti je I lumtur, edhe unë jam e lumtur. Në atë kohë, Arditi nuk e kishte vënë re hezitimin.
Nuk e kishte kuptuar se buzëqeshja e nënës nuk I arrinte plotësisht sytë. Nuk e kishte kapur shqetësimin delikat në zërin e saj. Ai ishte I verbër, plotësisht I verbër nga pasioni, nga risia, nga ndjesia se më në fund kishte gjetur dikë. Tani, ulur në atë karrige të parehatshme të spitalit duke vëzhguar nënën të flinte, Arditi kuptoi sa shumë shenja kishte injoruar. Jo vetëm nga nëna, por edhe nga vetja. Kishte momente kur diçka brenda tij pyeste, momente kur maska e Valbonës rëshiste shkurtimisht dhe ai shihte një shkëlqim të diçkaje të ftohtë, të llogaritur. Por ai gjithmonë I largonte këto mendime, gjithmonë gjente justifikime, gjithmonë zgjidhte të besonte versionin e Valbonës në vend që të besonte instinktet e tij. Por ndërsa nata thelloi dhe spitali vazhdonte ritmin e tij të vazhdueshëm të kujdesit dhe emergjencave, Arditi e lejoi veten të zhytet në kujtime që I kishte shtypur për një kohë të gjatë. Ai kujtoi ditën kur takoi Valbonën në një event korporate në hotelin Rogner me pamje nga parku I madh I Tiranës. Ajo mbante veshur një fustan blu të errët, flokët e lëshuar I binin në valë perfekte mbi supe. Kur sytë e tyre u takuan për herë të parë, Arditi ndjeu diçka që mendoi se ishte fat. Ajo I kishte buzëqeshur, një buzëqeshje që dukej se ndriçonte të gjithë sallën dhe ishte afruar me një gotë verë në dorë. Dukesh I humbur, kishte thënë ajo, me zë melodioz dhe ftues. Herë e parë në këtë lloj eventi, Arditi kishte qeshur, nervoz por I magjepsur. A është kaq e dukshme? Dhe nga ai moment, Valbona e kishte thurur rrjetën e saj me mjeshtëri. Ajo e bënte të ndihej I veçantë, unik, sikur të ishte I vetmi burr në sallë që meritonte vëmendjen e saj. Ajo I bënte pyetje për jetën e tij, për ëndrat e tij, për familjen e tij dhe dukej sinqerisht e interesuar për çdo përgjigje. Arditi, I cili kishte qenë gjithmonë I rezervuar në emocionet e tij, e gjeti veten duke I hapur zemrën asaj gruaje që mezi e njihte. Në muajt në vijim, lidhja ishte një malore emocionesh intensive. Valbona ishte pasionante, demonstruese, gjithmonë duke planifikuar surpriza romantike. Besa mbërriti në Tiranë mëngjesin tjetër, me sy të kuq nga të qarat gjatë fluturimit. Kur hyri në dhomën e spitalit dhe pa nënën shtrirë në shtrat, të zbeth dhe të brish, ajo u shkri. Arditi e përqafoi dhe dy vëllezërit qëndruan kështu për minuta të tëra, duke ndarë një dhimbje që nuk mund të shprehej me fjalë. Pasi Besa u qetësua, Arditi e çoi në kafenen e spitalit. Aty, në një tavolinë të izoluar, ai I tregoi gjithçka. Çdo detaj të atij mëngjesi të tmerrshëm, çdo sekond të skenës që vazhdonte të përsëritej në mendjen e tij si një film horror. Besa dëgjonte në heshtje, fytyra gjithnjë e më e zbetë, duart I dridheshin ndërsa mbante filxhanin e kafes që as nuk e kishte prekur. Si, pyeti ajo më në fund, me zë të ngjirur. Si mundet dikush të bëjë diçka të tillë? Si mundet dikush të shikojë një zonjë të pambrojtur dhe të vendosë se ai është momenti për t'i dhënë fund jetës së saj? Arditi tundi kokën, pa përgjigje. Ai ja kishte bërë të njëjtën pyetje vetes qindra herë në 24 orët e fundit dhe ende nuk kishte gjetur asgjë që të kishte kuptim. Valbona nuk ishte e çmendur, nuk ishte e marrë. Ajo ishte llogaritse, gjakftohtë, dikush që e kishte planifikuar atë moment me kujdes. Dhe kjo, në një farë mënyre, ishte edhe më e frikshme se çdo shpërthim çmendurie. Duhej ta kisha kuptuar, tha Arditi, me zërin e ngarkuar me faj. Nëna u përpoq të më paralajmëronte kaq shumë herë dhe unë thjesht nuk desha të dëgjoja. Besa zgjati dorën dhe ja kapi të vëllait. Ardit, ti nuk mund ta fajsosh veten që nuk e imagjinoje se gruaja jote ishte e aftë për diçka të tillë. Askush nuk e imagjinon këtë. Askush nuk zgjohet një ditë dhe mendon se personi me të cilin ndan shtratin mund të jetë një kërcënim real. Por unë duhet t'i kisha parë shenjat, këmbënguli ai. Duhej të kisha pyetur, duhej të kisha hetuar kur gjërat filluan të bëheshin të çuditshme. Zgjodha të injoroja sepse ishte më e lehtë. Sepse përballja do të thoshte të pranoja se isha martuar me dikë që nuk e njihja vërtet. Të dy heshtëm për një moment duke përpunuar peshën e asaj të vërtetë. Besa pastaj pyeti, dhe tani? Çfarë do të ndodh me Valbonën? Arditi shpjegoi se ajo ishte marrë nga policia për të dhënë dëshmi dhe se autoritetet po hetonin rastin. Ai tashmë kishte dhënë deklaratën e tij dhe mjekët gjithashtu kishin konfirmuar shenjat e agresionit të zonja Tefta. Kishte prova të mjaftueshme, kishte dëshmitar, kishte të vërtetën e zhveshur të asaj që ai kishte dëshmuar. Por Arditi gjithashtu e dinte se procesi do të ishte I gjatë, I dhimbshëm, plot kthesa.
Valbona nuk ishte lloji i personit që pranonte humbjen lehtë. Ajo do të luftonte, do të manipulonte, do të bënte gjithçka që ishte e nevojshme për t'u mbrojtur. Dhe ai duhej të ishte i përgatitur për t'u përballur jo vetëm me gruan që ajo ishte, por edhe me kujtimet e gruas që ai mendonte se ishte. Besa e pa të vëllan me një vendosmëri që ai nuk e priste. Unë do të qëndroj këtu, tha ajo. Do të qëndroj në Tiranë për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Nëna ka nevojë për ne tani më shumë se kur, dhe ti nuk mund ta kalosh këtë i vetëm. Arditi ndjeu sytë t'i digjinin përsëri. Faleminderit, Besa. Nuk e di çfarë do të bëja pa ty. Ata u kthyen në dhomë, ku zonja Tefta ishte zgjuar, duke parë nga dritarja me një shprehje të largët. Kur pa dy fëmijët të hynin së bashku, fytyra e saj u ndriçua me një buzëqeshje të dobët. Fëmijët e mi, pëshpëriti ajo. Keni ardhur. Besa vrapoi pranë shtratit dhe e përqafoi nënën me kujdes, duke u përpjekur të mos i lëndonte trupin e brish. Sigurisht që erdhëm, nën. Gjithmonë do të jemi këtu për ju. Zonja Tefta i përkëdheli fytyrën së bijës dhe pastaj pa Arditin. Kishte kaq shumë gjëra në sytë e saj, kaq shumë gjëra që donte t'i thoshte, por që nuk dinte si. Arditi u afrua dhe i kapi dorën. Nën, më vjen shumë keq. Për gjithçka. Që nuk ju besova, që nuk e kuptova, që i lash gjërat të arrinin në këtë pikë. Ajo tundi kokën ngadalë. Bir, ti nuk ke faj. Disa njerëz janë shumë të zobë në fshehjen e asaj që janë vërtet. Ajo të mashtroi ty, i mashtroi të gjithë. U përpoqja të paralajmëroja, por edhe unë kisha frikë. Frikë se mos më zgjidhje mua dhe pastaj pendoheshe. Frikë se mos isha arsyeja pse martesa jote nuk shkonte mirë. Arditi ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Nën, martesa ime me Valbonën nuk shkonte mirë prej kohësh. Unë thjesht nuk doja ta pranoja. Refuzoja ta shija të vërtetën sepse kjo do të thoshte se kisha dështuar, se kisha marrë vendimin e gabuar. Të tre qëndruan së bashku në atë dhomë të vogël spitali, të bashkuar nga një dhimbje e përbashkët, por edhe nga një dashuri që i kishte mbijetuar gjithçkaje. Dhe ishte aty, në atë moment të cenueshmërisë absolute, që Arditi kuptoi sa shumë ishte larguar nga familja e tij, sa shumë kishte lejuar që Valbona t'i ndante, t'i izolonte nga njëri tjetri. Në ditët që pasuan, ndërsa zonja Tefta rikuperoi fizikisht, Arditi filloi të hetonte të kaluarën. Ai duhej të kuptonte. Duhej të dinte kur saktësisht Valbona ishte shndërruar në personin që ishte i aftë për atë akt të tmerrshëm. Apo mos kishte qenë gjithmonë kështu, dhe ai thjesht nuk e kishte vënë re kurrë? Ai filloi të bisedonte me njerëz që e njihnin Valbonën para tij. Kolegë pune, shoqe të vjetra, madje edhe ish të dashur. Dhe sa më shumë zbulonte, aq më i qartë bëhej tabloja, dhe aq më e frikshme. Një kolege pune e Valbonës, e quajtur Anila, pranoi të takojë me Arditin në një kafene në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ajo ishte një grua rreth të 40-tave, me pamje serioze dhe dukej sinqerisht e parehatshme me bisedën që do të bënin. Dëgjo, Ardit, filloi ajo, duke luajtur nervozisht me filxhanin e saj të kapuqinos. Nuk doja ta besoja kur dëgjova çfarë ndodhi. Por, në të njëjtën kohë, nuk u habita plotësisht. Arditi ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Çfarë do të thuash me këtë? Anila pshertiu. Valbona ka qenë gjithmonë e komplikuar. Ajo kishte këtë aftësi për të qenë jashtëzakonisht karizmatike kur donte, por gjithashtu mund të ishte tepër mizore. E kam parë të shkatërroj reputacionin e kolegëve që i konsideronte kërcënim, të përhapte thashe theme, të manipulonte situata për të përfituar. Ajo i bënte të gjitha këto me një buzëqeshje në fytyrë, gjithmonë duke i mbajtur duart të pastra, gjithmonë duke e bërë të dukej sikur po ishte thjesht e sinqert ose po përpiqej të ndihmonte. Arditi thithte çdo fjalë, duke u ndjerë sikur po njihte një të huaj. Dhe askush nuk e përballte. Disa u përpoqën, pranoi Anila. Por ajo ishte shumë e aftë në mbrojtjen e vetes. Gjithmonë kishte një histori alternative, gjithmonë arrinte t'ua hidhte fajin të tjerëve. Dhe, sinqerisht, shumica e njerëzve thjesht nuk donin të përfshiheshin. Ishte më e lehtë të mbanin distancë. Po lidhjet e saj? Pyeti Arditi, megjithse një pjesë e tij nuk donte ta dinte përgjigjen. Anila hezitoi, por pastaj vendosi të vazhdonte. Ajo doli me një djalë këtu nga kompania para teje, Luanin. Ata u ndan shumë keq.
Ai madje tha se ajo ishte përpjekur t'i sabotonte karrierën kur kuptoi se ai do të ndahej. Nuk i di të gjitha detajet, por ai u largua nga kompania menjëherë pas kësaj, dhe dëgjova se shkoi në një qytet tjetër vetëm për të rifilluar larg saj. Arditi ndjeu stomakun t'i përmbysej. Ai kishte qenë i verbër, plotësisht i verbër. Të gjitha flamujt e kuq ishin aty, ai thjesht kishte zgjedhur të mos i shite. Faleminderit që ma the këtë, tha ai, megjithse nuk ndjente mirënjohje. Ndjente vetëm një zbrazëti të thellë, një ndjesi se e gjithë e kaluara e tij e afërt ishte një gënjeshtër. Anila i vuri dorën mbi të tijën, një gjest solidariteti. Ardit, askush nuk të fajson që nuk e ke parë. Valbona është, ose ishte, shumë e mirë në atë që bënte. Ajo krijonte një personazh që ishte e vështirë t'i rezistoje. Dhe kur je i dashuruar, kur do të besosh në më të mirën e njerëzve, është edhe më e vështirë të shohësh të vërtetën. Pas atij takimi, Arditi u ndje edhe më i humbur. Ai kishte ndërtuar një jetë të tërë bazuar në një iluzion, dhe tani, me iluzionin e shkatëruar, nuk dinte kush ishte apo çfarë duhej të bënte më pas. Por kishte më shumë njerëz që duhej t'i dëgjonte. Javën pasuese, Arditi arriti të gjente Luanin, ish të dashurin e Valbonës që Anila kishte përmendur. Ai tani jetonte në Vlorë duke punuar në një kompani teknologjike. Kur Arditi i telefonoi, Luani hezitoi të fliste, por kur dëgjoi çfarë kishte ndodhur me zonjën Tefta, pranoi të bisedonte me videotelefonat. Burri që u shfaq në ekran ishte rreth të 40-tave, me flokë që fillonin të thinjeshin në tëmtha, dhe sy që mbanin një trishtim të vjetër. Dëgjo, Ardit, filloi Luani, duke kaluar dorën nëpër fytyrë. Më vjen vërtet keq për atë që i ka ndodhur nënës tënde. Dhe, në një farë mënyre, nuk më habi. Valbona ka qenë gjithmonë e aftë për gjëra që njerëzit normal as nuk mund t'i imagjinojnë. Luani tregoi historinë e tij dhe Arditi dëgjonte në heshtje me tmerr në rritje. Ata kishin dalë për 2 vjet dhe në fillim gjithçka dukej perfekte. Por pak nga pak, Valbona filloi të tregonte fytyrën e saj të vërtetë. Ajo ishte obsesivisht kontrolluese, donte të dinte ku ishte ai çdo minutë, me kë fliste, çfarë bënte. Nëse ai përmendte një kolege punë femër, Valbona krijonte skena dramatike duke e akuzuar për tradhti pa asnjë provë. Kur më në fund vendosa të ndahesha, vazhdoi Luani, zëri duke ju bërë më i tensionuar, ajo thjesht nuk e pranoi. Ajo filloi të shfaqej në punën time, tu telefononte shefave të mi duke thënë se unë përdorja drogë, se vidja nga kompania. Të gjitha gënjeshtra, sigurisht, por fara e dyshimit u mboll. Reputacioni im u shkatërrua. Mu desh të largohesha nga kompania, nga qyteti, të rifilloja nga zero. Dhe nuk e denoncove kur? Pyeti Arditi. Luani qeshi me hidhërim. U përpoqa. Por ajo ishte shumë e zgjuar. Kur nuk linte prova, gjithmonë kishte alibi, gjithmonë arrinte ta bënte të dukej sikur unë isha i çmenduri, i fiksuari. Në fund, unë thjesht ika. Ishte e vetmja mënyrë për të çliruar prej saj. Pas bisedës, Arditi ndjeu të përziera. Sa jetë kishte shkatëruar Valbona? Sa njerëz kishin vuajtur në duart e saj? Dhe pse askush nuk kishte arritur ta ndalonte para se të arrinte në këtë pikë? Ai ndau këto informacione me komisarit, i cili i shtoi ato në dosjen në rritje për Valbonën. Çdo zbulim i ri pikturonte një tablo më të errët, më shqetësuese. Kjo nuk ishte thjesht një grua që kishte kryer një akt të tmerrshëm në një moment zemërimi. Ishte dikush me një model të vendosur sjelljeje shkatëruese, dikush që manipulonte dhe lëndonte sistematikisht njerëzit rreth saj. Por një person ishte i vendosur të mos e linte të fundosej, besa. Ajo u bë shkëmbi mbi të cilin ai mbështetej, forca që e mbante në këmbë kur gjithçka brenda tij donte të shembej. Ajo kujdesej për nënën, organizonte çështjet praktike, merrej me avokatët dhe autoritetet, dhe ende gjente kohë për t'u siguruar që Arditi po hante, po flinte, po mbijetonte. Një natë, ndërsa ishin në shtëpinë e zonjës Tefta, e cila më në fund kishte dalë nga spitali, Besa bëri një pyetje që Arditi e kishte shmangur. A e do ende? Arditi heshti për një kohë të gjatë, duke parë filxhanin e çajit që mbante mes duarve. Nuk e di, pranoi ai më në fund. E doja personin që mendoja se ishte. Por ai person nuk ka ekzistuar kur vërtet. Pra, mendoj se isha i dashuruar me një fantazi, me një gënjeshtër të ndërtuar me kujdes. Dhe jo, nuk e dua personin që ajo është vërtet. As nuk e di kush është ai person.
Besa tundi kokën duke kuptuar. E di që do të kesh nevojë për ndihmë profesionale për të përpunuar gjithë këtë, apo jo? Kjo nuk është diçka që mund ta kapërcesh thjesht I vetëm. Arditi e dinte se ajo kishte të drejtë. Ai tashmë kishte filluar të kërkonte terapistë të specializuar në trauma dhe marrëdhënie abuzive. Sepse, sa më shumë reflektonte, aq më shumë kuptonte se martesa e tij me Valbonën kishte qenë pikërisht kjo, abuzive. Ajo kishte manipuluar perceptimin e tij për realitetin, e kishte izoluar nga familja, kishte kontrolluar aspekte të jetës së tij në mënyra delikate por shkatërruese. Ai kishte qenë viktimë e një lloji dhune që nuk linte shenja fizike, por që shkatëronte nga brenda. Dhe më e frikshmja ishte se ai as nuk e kishte kuptuar. Ai kishte normalizuar sjellje që kur nuk duhej të ishin normale, kishte pranuar trajtime që kur nuk duhej t'i kishte pranuar. Dhe tani, duke parë pas, mund ta shihte qartë modelin, progresin, mënyrën se si ajo kishte gërryer ngadalë autonominë dhe ndjenjen e tij të vetvetes. Disa ditë më vonë, Arditi mori një telefonat nga komisari përgjegjës për rastin. Zoti Berisha, duhet të bisedojmë. Ka disa zhvillime që duhet t'i dini. Arditi shkoi në komisariat me zemrën të rënduar nga ankthi. Çfarë tjetër mund të kishte? Çfarë tjetër duhej të zbulonte për gruan me të cilën kishte qenë I martuar? Komisari, një burr në moshë të mesme me vështrim të lodhur por të butë, e priti në zyrën e tij dhe I ofroi kafe. Arditi refuzoi. Ai vetëm donte të dinte çfarë po ndodhte. Zoti Berisha, filloi komisari, gjatë hetimit ton, zbuluam disa gjëra që mund të jenë relevante. Gruaja juaj, Valbona, ka një histori që ju mund të mos e dini. Arditi ndjeu një të ftohtë t'i përshkonte trupin. Çfarë lloj historie? Komisari hapi një dosje dhe filloi të lexonte. Ka regjistrime të ankesave të mëparshme. 2 persona të ndryshëm, në momente të ndryshme të jetës së saj, u janë drejtuar autoriteteve duke pretenduar se ajo u kishte bërë kërcënime. Njëra nga ankesat u tërhoq, tjetra nuk çoi askund sepse nuk kishte prova të mjaftueshme. Por ka një model. Një model sjelljeje agresive dhe manipuluese. Arditi ndjeu sikur toka I ishte zhdukur nën këmbë. Si nuk e dinte këtë? Si ja kishte fshehur këtë? Sikur t'i lexonte mendimet, komisari vazhdoi. Ankesat ishin bërë në një qytet tjetër, para se ajo të transferohej në Tiranë. Dhe, me sa duket, ajo ka qenë shumë e kujdesshme në rindërtimin e imazhit të saj këtu. Punë e re, miq të rinj, jetë e re. Është një taktikë e zakonshme e njerëzve me këtë profil. Arditi kaloi dorën nëpër fytyrë duke u ndier I raskapitur. Dhe tani? Çfarë ndodh tani? Tani, tha komisari, duke e zbutur zërin, ne kemi prova të mjaftueshme për të proceduar gruan tuaj. Ajo që bëri në spital ishte shumë e rëndë dhe me dëshminë tuaj, me dëshmitë mjekësore dhe me këtë histori, kemi një rast të fortë. Por duhet të jeni I përgatitur. Procesi do të jetë I vështirë. Ajo do të mbrohet, do të përpiqet t'ju diskreditoj, do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për t'u mbrojtur. Arditi tundi kokën duke ndier një vendosmëri të rritej brenda tij. Jam I përgatitur. Do të bëj gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur nënën time dhe për të siguruar që Valbona të mos ja bëj më kurrë këtë askujt. Kur doli nga komisariati, Arditi ndjeu një përzierje të çuditshme lehtësimi dhe tmerri. Lehtësim sepse më në fund e vërteta po zbulohej, sepse më në fund Valbona do të përballej me pasojat e veprimeve të saj. Por edhe tmerr, sepse e dinte se më e keqja ende nuk kishte ardhur. Përballja përfundimtare, momenti kur do të duhej ta shihte në sy dhe të pranonte se gruaja që kishte dashur nuk kishte ekzistuar kurrë. Atë natë, përsëri në shtëpinë e nënës, Arditi u ul pranë saj në dhomën e ndenjes. Besa kishte dalë për të bërë pazarin dhe ishte hera e parë pas disa ditësh që ai dhe zonja Tefta ishin vetëm. Ajo ishte rikuperuar fizikisht, por Arditi mund ta shihte se plagët emocionale ishin ende të freskëta. Nën, filloi ai duke thyer heshtjen. Kam nevojë të më tregoni. Gjithçka. Çfarë bëri Valbona, çfarë tha, si ju trajtonte kur unë nuk isha aty. Kam nevojë ta di të vërtetën e plotë. Zonja Tefta e pa të birin dhe në sytë e saj kishte një përzierje lehtësimi dhe trishtimi. Ajo e kishte pritur këtë bisedë, por edhe I frikësoi. Bir, filloi ajo, me zë të dobët por të prerë.
E vërteta është se që nga fillimi që kur erdhët të jetonit këtu, ajo më trajtonte sikur të isha një problem për të zgjidhur. Ajo kur nuk ishte haptazi mizore, jo para të tjerëve. Por kur ishim vetëm, ajo ndryshonte plotësisht. Arditi dëgjonte çdo fjalë si një thik në zemrën e tij. Ajo më thoshte se isha një barë, se po u aprishja jetën, se duhej të gjeja një vend për të jetuar vetëm dhe t'ju lija rehat. Ajo fliste me një ton kaq të ftohtë, kaq të llogaritur, saqë ndonjëherë pyesja veten nëse po imagjinoja gjëra. Por nuk po imagjinoja. Ajo e dinte saktësisht se çfarë po bënte. Pse nuk ma the kurrë? Pyeti Arditi me zërin që i dridhej. Pse e duruat gjithë këtë vetëm? Zonja Tefta i kapi dorën të birit. Sepse kisha frikë, Ardit. Frikë se mos nuk më besoje, frikë se mos isha arsyeja pse martesa jote do të përfundonte, frikë se mos të humbisja ty unë kisha humbur kaq shumë në jetë, nuk mund ta duroja idenë e humbjes së djalit tim gjithashtu. Arditi e përqafoi nënën dhe të dy qanë së bashku, duke çliruar muaj dhimbje të shtypur, heshtjesht të detyruara, të vërtetash të pathëna. Dhe aty, në atë përqafim, ata bën një pakt të heshtur. Kur më sekrete? Kur më heshtje? Kur më të lejonin dik t'i ndante? Kur Besa u kthye, i gjeti të dy së bashku në dhomën e ndenjes dhe pa pasur nevojë për fjalë, e kuptoi çfarë kishte ndodhur. Ajo ju bashkua atyre dhe familja Berisha, e coptuar por jo e shkatëruar, filloi procesin e gjatë të shërimit. Ata e dinin se rruga përpara do të ishte e vështirë, plot sfida dhe dhimbje. Por për herë të parë pas një kohe të gjatë, ata ishin bashkë, të bashkuar nga e vërteta dhe dashuria që kishte ekzistuar gjithmonë mes tyre. Dhe kjo, e dinin ata, ishte më e fortë se çdo errësirë që Valbona kishte sjellë në jetët e tyre. Javët që pasuan ishin një vorbull emocionesh, zbulimesh dhe vendimesh të vështira. Arditi gjeti një terapist të specializuar në marrëdhënie abuzive, Dr. Petrit Koci, një burr 60 vjeç me dekada përvojë në ndihmën e viktimave për të rindërtuar jetën e tyre. Në seanca, që mbaheshin 2 herë në javë në një dhomë komode në zonën e ish bllokut, Arditi filloi të çmontonte pjesë-pjesë ndërtesën emocionale që Valbona kishte krijuar rreth tij. Ardit, tha Dr. Petrit Koci gjatë një prej seancave, duhet të kuptosh se ajo që të ndodhi nuk ishte faji yt. Njerëz si Valbona janë jashtëzakonisht të aftë në krijimin e realiteteve alternative, në bërjen e viktimave të tyre të dyshojnë në vetvete. Kjo ka një emër, manipulim psikologjik. Dhe është një nga format më tinzare të kontrollit. Arditi thithte çdo fjalë duke u përpjekur të vendoste pjesët e së kaluar së tij në një kontekst të ri. Ai filloi të vinte re modele që më parë i dukeshin të padëmshme. Mënyra se si Valbona gjithmonë e bënte të ndihej fajtor kur vizitonte nënën. Mënyra se si e izolonte nga miqtë e vjetër, gjithmonë duke u gjetur defekte, gjithmonë duke krijuar konflikte të vogla që bënin që Arditi të largohej. Mënyra se si kontrollonte financat e çiftit, gjithmonë duke thënë se ishte thjesht e organizuar, por në të vërtetë duke e mbajtur atë të varur prej saj në mënyra delikate. Ndihem si një idiot, pranoi Arditi një herë, me zërin e ngarkuar me frustrim. Si nuk e pash? Si e lash këtë të ndodhte? Doktor Petrit Koci u përkul përpara, me vështrim të butë por të prerë. Sepse ti je një qenie njerëzore, Ardit. Sepse ti doje dhe besoje. Dhe nuk ka turp në këtë. Turpi është tek ajo, jo tek ti, ajo është ajo që zgjodhi të manipulonte, të mashtronte dhe përfundimisht të përpiqej të shkaktonte një dëm të pariparueshëm. Ti ishe viktim, jo bashkëfajtor. Këto fjalë, të përsëritura në forma të ndryshme gjatë seancave, filluan ngadalë të depërtonin në shtresën e fajit që Arditi mbante. Ai kuptoi se po ishte shumë i ashpër me veten, duke marrë përgjegjësi që nuk ishin të tija. Dhe megjithse faji nuk u zhduk plotësisht, ai filloi të shndërrohej në diçka tjetër, vendosmëri. Vendosmëri për të bërë drejtësi, për të mbrojtur nënën dhe për të mos lejuar më kurrë që dikush ta manipulonte në atë mënyrë. Ndërkohë, procesi ligjor kundër Valbonës përparonte. Avokati i Arditit, avokat Marko Gjoni, ishte një njeri i përpikt dhe me përvojë, i njohur për aftësinë e tij në raste komplekse që përfshinin dhunë familjare. Ai ishte rekomanduar nga Besa, e cila e njihte reputacionin e tij përmes kolegëve të punës. Zoti Berisha, tha avokat Marku gjatë një takimi në zyrën e tij në qendër të Tiranës, ne kemi një rast shumë të fortë. Provat janë bindëse, dëshmit janë të qarta, dhe historia që policia zbuloi për Valbonën forcon edhe më shumë pozicionin ton.
por duhet t'ju paralajmëroj, ajo ka punësuar një nga avokatët më të mirë të mbrojtjes në qytet. Procesi nuk do të jetë i lehtë. Arditi e priste këtë. Valbona kur nuk do të bënte asgjë për gjysmë, dhe mbrojtja nga akuzat të rënda definitivisht do të kërkonte burimet më të mira që ajo mund të mblidhte. Ajo që më shqetëson, tha Arditi, nuk është procesi në vetvete. Është ajo që ajo mund të përpiqet të bëjë ndërkohë. Ajo është e aftë të shpik histori, të manipuloj njerëz, të krijoj narrativa që e bëjnë të duket viktim. Avokat Marku tundi kokën duke kuptuar. Pikërisht për këtë duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Do të dokumentojmë gjithçka, do të sigurohemi që çdo ndërveprim, çdo përpjekje kontakti të regjistrohet. Dhe do të punojmë me policinë për të siguruar që nëna juaj të jetë gjithmonë e mbrojtur. Dhe pikërisht këtë bën. Zonja Tefta tani kishte masa mbrojtëse dhe Valbonës i ishte ndaluar t'i afrohej asaj apo të përpiqej për çfarëdo lloj kontakti. Arditi gjithashtu kishte ndryshuar bravat e shtëpisë, kishte instaluar kamera sigurie dhe kishte një numër direkt për të telefonuar nëse ndodhte diçka. Ai nuk do të rrezikonte. Por Valbona, siç parashikohej, nuk ishte e qetë. Përmes avokatit të saj, ajo filloi të ndërtonte një mbrojtje të bazuar në një narrativ krejtësisht të ndryshme. Ajo pretendonte se po rregullonte vetëm jashtëkun e zonjës Tefta, se ishte një keqkuptim, se Arditi e kishte interpretuar situatën gabim sepse ishte i stresuar dhe i lodhur. Ajo e pikturonte veten si një nuse të përkushtuar që ishte akuzuar padrejtësisht, dhe zonjën Tefta si një zonjë të hutuar që nuk e kishte të qartë se çfarë kishte ndodhur vërtet. Ishte një strategji e guximshme dhe Arditi duhej ta pranonte, pjesërisht efektive. Disa njerëz, veçanërisht ata që nuk e njihnin të gjithë historinë, filluan të pyesnin nëse ndoshta, vetëm ndoshta, kishte qenë vërtet një keqkuptim. Në fund të fundit, Valbona kishte qenë gjithmonë kaq simpatike, kaq e dashur nga të gjithë. Si mund të ishte dikush i tillë i aftë për diçka kaq monstruoze? Por Arditi e dinte të vërtetën. Dhe ai kishte dëshmitar. Mjekët që ekzaminuan zonjën Tefta menjëherë pas incidentit gjetën shenja në përputhje me presionin e zgjatur, shenja lufte, prova fizike që kundërshtonin plotësisht narrativën e Valbonës. Dhe kishte gjithashtu dëshminë e tij, të detajuar dhe të qëndrueshme, që përshkruante saktësisht atë që kishte parë atë mëngjes. Gjatë kësaj periudhe të trazuar, Arditi filloi të rilidhej me njerëz që i kishte humbur gjatë martesës. Miq të vjetër, koleg fakulteti, madje edhe disa të afërm të largët. Dhe ishte përmes këtyre rilidhjeve që ai kuptoi sa i izoluar e kishte bërë Valbona të ndihej. Ajo gjithmonë kishte një justifikim për të mos marrë pjesë në evente sociale, gjithmonë gjente arsye që ata të qëndronin vetëm të dy, gjithmonë mbillte fara dyshimi për qëllimet e njerëzve të tjerë. Një nga miqtë e tij më të mirë të fakultetit, Genti, e ftoi për një darkë jo formale në shtëpinë e tij në lagjen Kodra e Diellit. Arditi hezitoi fillimisht, ende duke u ndier i brish dhe i ekspozuar, por Besa e inkurajoi të shkonte. Ti duhet të kujtosh se ka jetë përtej këtij makthi, tha ajo. Ti duhet të kujtosh kush ishe para Valbonës. Darka ishte çuditërisht ngushëlluese. Genti dhe gruaja e tij, Edlira, ishin njerëz të sinqertë dhe mikpritës. Ata nuk bën shumë pyetje, nuk detyruan biseda të vështira. Thjesht ofruan praninë e tyre, miqësinë e tyre, mbështetjen e tyre. Dhe për herë të parë pas disa javësh, Arditi qeshi. Jo një e qeshur e detyruar apo e sjellshme, por një e qeshur e vërtet që vinte nga thellësia e gjoksit. O mik, tha Genti kur ishin vetëm në obor, duke parë qiellin e natës së Tiranës. Unë gjithmonë e kam ditur se kishte diçka që nuk shkonte me të. Por ti dukej kaq i lumtur në fillim sa mendova se ndoshta ishte vetëm përshtypja ime. Arditi e pa mikun, i habitur. Ti e dije? Genti ngriti supet. Nuk e dija saktësisht se çfarë, por kishte diçka. Mënyra se si ajo gjithmonë të kontrollonte në mënyrë delikate, si gjithmonë duhej të bëhej siç thoshte ajo. U përpoqja të flisja një herë, e mban mend? Por ti u vure në mbrojtje, kështu që e lash. Më fal që nuk këmbëngula. Arditi tundi kokën. Mos kërko falje. Unë nuk do të kisha dëgjuar gjithsesi. Isha i verbër, plotësisht i verbër. Dhe një pjesë e imja ende pyet veten se si e lash këtë të ndodhte. Genti i vuri dorën në shpatull mikut. Dëgjo, unë nuk jam psikolog, por e di se këta njerëz janë shumë të zodë në atë që bëjnë. Ata të bëjnë të besosh në një realitet që nuk ekziston.
Dhe kur je brenda, është e pamundur të shohësh nga jashtë. Por tani ti je jashtë, Ardi. Dhe po bën gjithçka siç duhet. Po mbron nënën tënde, po kërkon drejtësi, po kujdesesh për veten. Kjo është ajo që ka rëndësi. Ajo bisedë shënoi një pikë kthese për Arditin. Ai filloi të kuptonte se udhëtimi i tij nuk ishte vetëm për të proceduar Valbonën apo për të mbrojtur zonjën Tefta. Ishte gjithashtu për të rindërtuar veten, për të rizbuluar kush ishte pa ndikimin toksik që kishte përshkuar jetën e tij për kaq shumë kohë. Një nga gjërat më të vështira që Arditi duhej të përballonte ishte perceptimi i sa shumë pjesëve të vetes kishte humbur gjatë martesës. Në një seancë veçanërisht intensive me doktor Petrit Koci, ai filloi të listonte të gjitha gjërat që kishte braktisur për shkak të Valbonës. Hobit e tij, miqtë e tij, madje edhe aspekte të personalitetit të tij që ajo i konsideronte të papërshtatshme ose të papërshtatshme. Unë dikur isha qesharak, tha Arditi, me zërin e ngarkuar me habi kur bëri këtë zbulim. I bëja njerëzit të qeshnin. Por Valbona gjithmonë thoshte se shakat e mia ishin të papjekura, se duhej të isha më serioz, më profesional. Kështu që unë thjesht ndalova. Ndalova se bëri shaka, ndalova se qeni spontan, ndalova se qeni vetvetja. Doktor Petrit Koci tundi kokën duke njohur modelin. Ky është një aspekt i zakonshëm i abuzimit psikologjik, Ardit. Abuzuesi ngadalë e modelon viktimën duke hequr pjesë karakteristikat që e bëjnë atë person unik, derisa të mbetet vetëm një version i zvogëluar, i kontrollueshëm. Por lajmi i mirë është se këto pjesë të tuat nuk janë zhdukur. Ato thjesht janë shtypur. Dhe ti mund t'i rikuperosh. Dhe pikërisht këtë filloi të bënte Arditi. Ai filloi përsëri të bënte shaka, fillimisht duke u ndjerë i çuditshëm dhe i parehatshëm, por pak nga pak duke rikuperuar atë lehtësi që kishte humbur. Ai filloi të vishte rroba më me ngjyra, në vend të toneve neutrale dhe konservatore që Valbona gjithmonë këmbëngulte. Rebelime të vogla, ripushtime të vogla të identitetit të tij. Ai gjithashtu filloi të shkruante. Gjatë martesës, Valbona i kishte përqeshur shkrimet e tij, duke thënë se ishin pretenciozisht artistike dhe pa qëllim praktik. Arditi i kishte ruajtur fletoret e tij në fund të një sirtari dhe nuk i kishte prekur më kurrë. Por tani, ai nxori duke lexuar tekste të vjetra me sy të rinj. Kishte talent aty, kishte pasion, kishte një zë që meritonte të dëgjohej. Ai bleu një fletore të re, me kapak lëkure kafe, dhe filloi të shkruante përsëri. Në fillim ishin vetëm fragmente, mendime të shkëputura për atë që po përjetonte. Por pak nga pak, fjalët filluan të rridhnin më lirshëm. Ai shkroi për dhimbjen, për tradhtin, për udhëtimin e rizbulimit. Dhe në procesin e shkrimit, ai filloi të përpunonte dhe të shërohej. Një natë, ai i tregoi disa nga shkrimet e tij Besës. Ajo lexoi në heshtje dhe kur mbaroi, kishte lot në sy. Ardit, kjo është e bukur. Kjo është e fuqishme. Ti ke një dhunti të vërtetë. Pse ndalove së shkruari? Arditi i tregoi për komentet e Valbonës, se si ajo kishte zhvlerësuar diçka që ishte kaq e rëndësishme për të. Besa tundi kokën me indinjat. Ajo e dinte saktësisht se çfarë të bënte për të shkatëruar nga brenda, apo jo. Ajo gjente gjërat që t'i doje dhe i bënte të vogla, të parëndësishme. Por nuk ishin. Kur nuk ishin. Ai filloi përsëri të bënte ushtrime, diçka që e kishte braktisur gjatë martesës, sepse Valbona gjithmonë gjente arsye që ai të qëndronte në shtëpi. Filloi të vraponte në parkun e madh të Tiranës mëngjeseve të së shtunës, duke ndjer ajrin e freskët t'i mbushte mushkëritë dhe qartësinë të kthehej në mendjen e tij. Ai rifilloi hobit e vjetra, si të luante kitar, diçka që e adhuronte por që e kishte lënë më njanë sepse Valbona thoshte se tingulli e bezdiste. Liri të vogla, ripushtime të vogla të vetvetes. Por në mes të këtij rindërtimi, kishte momente brishtësie. Nata kur zgjohej me djersë të ftohta, duke rijetuar skenën e spitalit. Ditë kur zemërimi ishte aq intensiv sa mezi funksiononte. Momente kur trishtimi për humbjen e asaj që mendonte se kishte ishte dërmues. Në një nga këto net të vështira, ai ishte ulur në dhomën e ndenjes së shtëpisë së nënës, i path të flinte, kur Besa zbriti shkallët. Ajo ul pranë tij pa thënë asgjë, thjesht duke ofruar praninë e saj. Pas një heshtjeje të gjatë, Arditi foli. E pash në ëndër, pranoi ai. Jo Valbonën e vërtet, por Valbonën që mendoja se e njihja.
Atë që më buzëqeshte çdo mëngjes, atë që më përqafonte kur vija në shtëpi. Dhe në ëndër, gjithçka ishte perfekte. Dhe kur u zgjova dhe kujtova realitetin, ishte sikur ta kisha humbur përsëri. Besa i kapi dorën të vëllait. Ti je në zi, Ardi. Në zi për personin që mendoje se ishte, për jetën që mendoje se kishe. Dhe kjo është krejtësisht normale. Lëre veten ta ndjesh këtë. Mos u përpiq të shtypësh apo të përshpejtosh procesin. Dhimbja duhet të ndjehet për të shëruar. Arditi tundi kokën, lotët e heshtur I rridhnin në përfytyrë. Si u bëre kaq e mençur, Besa. Ajo buzëqeshi me trishtim. Unë nuk jam e mençur. Unë vetëm të dua dhe dua të shoh mirë. Dhe e di që do të bëhesh mirë. Do të marrë kohë, do të jetë e vështirë, por do t'ja dalësh. Ndërsa Arditi merrej me betejat e tij të brendshme, zonja Tefta gjithashtu kalonte procesin e saj të shërimit. Ajo kishte filluar të bënte terapi gjithashtu, duke punuar përmes traumës së asaj që kishte përjetuar. Ajo fliste për frikën e saj, për netët kur mezi flinte sepse kishte frikë se Valbona do të kthehej, për fajin që ndjente se kishte sjell atë person në jetën e djalit të saj. Por zonja Tefta ishte e fortë. Ajo kishte qenë gjithmonë. Dhe ngadalë, me mbështetjen e fëmijëve dhe terapisë, ajo filloi të rikuperonte paqen e saj të brendshme. Ajo filloi përsëri të frekuentonte kishën që e kishte dashur gjithmonë, u rilidh me shoqet e vjetra, dhe madje filloi të merrte pjesë në një grup thurjeje në qendrën komunitare të lagjes. Një pasdite, ndërsa thurte një shall në dhomën e ndenjes, ajo I tha Arditit, e di, bir, unë mësova diçka nga gjithë kjo. Mësova se ligësia ekziston, por gjithashtu mësova se dashuria është më e fortë. Shikoje ne këtu. Shiko se si u bashkua familja jonë. Valbona u përpoq të na shkatëronte, por në të vërtetë, ajo na forcoi. Arditi e pa nënën me admirim. Si arrini të jeni kaq e fortë? Zonja Tefta buzëqeshi. Sepse ju kam juve. Sepse e di që pavarësisht gjithçkaje, ne do të jemi mirë. Dhe sepse unë zgjedh të mos lejoj që errësira e saj të shuaj dritën tonë. Këto fjalë I kumbuan Arditit për ditë të tëra. Ai kuptoi se nëna e tij, e cila kishte vuajtur kaq shumë, e cila kishte qenë objekt I kaq shumë urrejtjeje, arrinte të ruante humanizmin e saj, mirësinë e saj, aftësinë e saj për të dashuruar. Dhe nëse ajo mund ta bënte këtë, edhe ai mundej. Gjykimi po afrohej. Avokat Marku I mbante të informuar për çdo zhvillim, çdo lëvizje të mbrojtjes së Valbonës. Ajo vazhdonte të mohonte akuzat, vazhdonte të thurte rrjetën e saj të gënjeshtrave. Por provat ishin solide dhe avokat Marku ishte I sigurt. Në prag të gjykimit, Arditi vizitoi varrin e babait. Ai e kishte humbur baban kur ishte vetëm 15 vjeç dhe që atëherë ishte ai që kujdesej për nënën. Ai ul në bar pranë pllakës së varrit dhe foli me zë të ulët. Baba, unë e prisha gjithçka. Solla dik të keq në familjen tonë. Dik që lëndoi nënën, që gati bëri të paimagjinueshmen. Duhej të kisha qenë më I kujdesshëm. Duhej ta kisha mbrojtur më mirë. Ai qëndroi aty për një kohë të gjatë, duke I lënë lotët të binin lirshëm. Dhe pastaj, një ndjenjë paqeje e mbështolli. Ishte sikur të mund të ndjente praninë e babait, duke I thënë se gjithçka ishte në rregull, se ai kishte bërë më të mirën që mundej, se tani kishte shansin të bënte gjërat siç duhet. Kur u kthye në shtëpi, ishte ndryshe. Më I qetë, më I përqendruar. I përgatitur për të përballuar çfarëdo që të vinte më pas. Sepse ai nuk ishte vetëm. Ai kishte Besën, kishte zonjën Tefta, kishte miq të vërtetë, kishte profesionistë që e mbështesnin. Dhe kishte të vërtetën në anën e tij. Atë natë, të tre, Arditi, Besa dhe zonja Tefta, darkuan së bashku. Ata biseduan për gjëra të lehta, qeshen me kujtime të vjetra, bën plane për të ardhmen. Dhe për herë të parë që nga ai mëngjes I tmerrshëm në spital, Arditi ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej muajsh, shpresë. Shpresën se, pavarësisht se çfarë do të ndodhte në gjykim, ata do të ishin mirë. Sepse kishin njëri tjetrin. Dhe kjo, në fund të fundit, ishte gjithçka që kishte vërtet rëndësi. Dita e gjykimit zbardhi gri në Tiranë. Re të rënda mbulonin qiellin, duke kërcënuar shi, sikur vetë qyteti të njihte peshën e asaj që do të ndodhte. Arditi u zgjua herët, I paf të flinte pas orës 5 të mëngjesit.
U vesh me kujdes duke zgjedhur një kostum të errët që avokat Marku i kishte sugjeruar. I përmbajtur, i respektueshëm, por i prerë. Besa përgatiti mëngjesin për të gjithë, megjithse askush nuk kishte shumë oreks. Zonja Tefta ishte dukshëm nervoze, duart i dridheshin lehtë ndërsa mbante filxhanin e çajit. Arditi u ul pranë saj dhe i kapi dorën. Ju nuk keni nevojë të shkoni, nëse nuk ndiheni gati, tha ai butësisht. Unë dhe Besa mund të kujdesemi për gjithçka. Por zonja Tefta tundi kokën me vendosmëri. Jo, birë. Unë duhet të jem atje. Duhet ta shikoj në sy dhe t'i tregoj se mbijetova, se ajo nuk arriti të më shkatëronte. Duhet ta bëj këtë për veten time. Arditi ndjeu një krenari të pamas për nënën në atë moment. Ajo ishte e vogël, e brisht në pamje, por kishte një forcë të brendshme që ishte e patundur. Atëherë shkojmë së bashku, tha ai. Të tre, së bashku. Gjykata ndodhej në qendër të qytetit, një ndërtesë impozante që ruante histori padrejtësisht të korrigjuara dhe krimesh të gjykuara. Kur hyn, Arditi e pa Valbonën për herë të parë që nga ai mëngjes në spital. Ajo ishte ulur pranë avokatit të saj, e veshur në mënyrë konservatore, flokët e mbledhur, grim i lehtë. Ajo kishte zgjedhur qartë një pamje që transmetonte cenueshmëri, pafajësi. Kur sytë e tyre u takuan, Arditi pa diçka në ta që e bëri të dridhej. Nuk ishte pendes. Nuk ishte frikë. Ishte zemërim. Një zemërim i ftohtë dhe i llogaritur, zemërimi i dikujt që besonte se ishte trajtuar padrejtësisht, jo sepse kishte bërë diçka të gabuar, por sepse ishte kapur. Gjykimi filloi me formalitetet e zakonshme. Gjykatësi, Artan Hoxha, ishte një burr rreth të 60-tave, i njohur për pançmërinë dhe rigorozitetin e tij. Ai lexoi akuzat me zë të qartë dhe të prerë, dhe Valbona u deklarua e pafajshme, zëri i saj i prerë dhe bindës. Prokurori, Ilir Deda, ishte i përpikt në prezantimin e tij. Ai paraqiti provat mjekësore, dëshmitë e profesionistëve të shëndetësisë që kishin trajtuar zonjën Tefta, fotografitë e shenjave në fytyrën dhe qafën e saj. Ai detajoi historinë e Valbonës, ankesat e mëparshme, modelin e sjelljes manipuluese dhe agresive. Dhe pastaj erdhi momenti që Arditi i friksohej më shumë, dëshmia e tij. Ai u ngjit në tribun me këmbë që i dridheshin, duke ndjer peshën e të gjitha vështrimeve mbi të. Prokurori e udhëhoqi përmes pyetjeve të përgatitura me kujdes dhe Arditi u përgjigj me sinqeritet, duke rjetuar atë mëngjes të tmerrshëm në çdo detaj të dhimbshëm. Kur mbarova së treguari, tha ai, zëri duke ju dridhur lehtë, pash në sytë e saj diçka që nuk e kisha parë kurrë më parë. Ose ndoshta ishte gjithmonë aty, dhe unë thjesht nuk doja ta shija. Nuk kishte pendes, nuk kishte shok për atë që po bënte. Kishte vetëm zemërim që ishte ndërprerë. Avokati i mbrojtjes së Valbonës, Sokol Basha, ishte i njohur për agresivitetin e tij në gjykatë. Gjatë kundërpyetjes, ai u përpoq ta diskreditonte Arditin, duke sugjeruar se ai ishte emocionalisht i paqëndrueshëm, se perceptimi i tij ishte shtrembëruar nga stresi. Zoti Berisha, tha ai, zëri i butë por me një majë çeliku, a nuk është e vërtetë se ju dhe gruaja juaj po kalonit vështirësi martesore? Se kishte tension në marrëdhënie? Arditi mori frym thellë, duke kujtuar këshillat e avokat Markut. Po, kishte tension. Por kjo nuk e ndryshon atë që pash. Kjo nuk e fshin faktin se ajo po përpiqej të mbyste nënën time. Avokati vazhdoi, duke u përpjekur të krijonte dyshime. Dhe a nuk është e mundur që, duke pasur parasysh këtë tension, ju ta keni interpretuar gabim situatën? Që gruaja juaj po përpiqej sinqerisht ta ndihmonte nënën tuaj, dhe ju, në një moment stresi, pat diçka që nuk ishte aty? Arditi shikoi drejt për drejt Jurin. Unë e di çfarë pash. Pash gruan time duke shtrënguar një jastëk kundër fytyrës së nënës sime me forcë të mjaftueshme për ta penguar të merrte frym. Pash nënën time duke luftuar, e dëshpëruar. Nuk ka interpretim të gabuar të mundshëm për këtë. Është tentativë për një akt shumë të rëndë, e pastër dhe e thjeshtë. E radhës për të dëshmuar ishte zonja Tefta. Arditi mbajti frymën ndërsa vëzhgonte nënën të ngjitej në tribun me hapa të ngadaltë por të vendosur. Ajo dukej kaq e vogël aty, kaq e cenueshme, por kur filloi të fliste, zëri i saj ishte i prerë. Ajo më urrente, tha zonja Tefta thjesht. Që nga momenti kur djali im dhe ajo erdhën të jetonin me mua, unë e ndjeva urrëtitjen e saj. Ajo kur nuk ishte mizore në mënyrë të dukshme, kur para njerëzve të tjerë.
Por kur ishim vetëm, ajo më bënte të ndihesha sikur isha një barë, sikur nuk kisha vlerë, sikur do të ishte më mirë nëse unë thjesht nuk do të ekzistoja më. Prokurori e udhëhoqi përmes shembujve specifik, komenteve helmuese, poshtërimeve delikate, një modeli të qartë abuzimi psikologjik. Dhe kur arriti te dita e spitalit, zonja Tefta përshkroi momentin kur u zgjua dhe pa Valbonën mbi të jastëku duke zbritur drejt fytyrës së saj. E dija menjëherë se çfarë po bënte, tha zonja Tefta, lotët I rridhnin në përfytyrë. E dija se ajo më në fund kishte vendosur të më eliminonte. Dhe pata aq shumë frikë, jo për veten time, por për atë që kjo do t'i bënte djalit tim. Sepse e dija se ai kur nuk do ta falte veten nëse ajo do t'ia kishte dalë. Gjatë kundërpyetjes, avokati I Valbonës u përpoq të sugjeronte se zonja Tefta ishte e hutuar, se ilaçet e saj mund të kishin ndikuar në perceptimin e saj. Por ajo nuk u lëkun. Zoti avokat, tha ajo me një dinjitet që e mbushi Arditin me krenari, unë mund të jem e moshuar, mund të kem probleme shëndetësore, por mendja ime është plotësisht e qartë. Dhe e di, pa asnjë hije dyshimi, se çfarë u përpoq të bënte kjo grua me mua. Anila, kolegia e punës së Valbonës, gjithashtu dëshmoi, duke folur për modelin e sjelljes manipuluese që kishte vëzhguar gjatë viteve. Dëshmi të tjera pasuan, secila duke shtuar një pjesë tjetër në enigmë, duke zbuluar natyrën e vërtetë të Valbonës. Dhe pastaj erdhi radha e Valbonës për të dëshmuar në mbrojtjen e saj. Ajo u ngjit në tribun me lot në sy, imazhi perfekt I një gruaje të akuzuar padrejtësisht. Ajo mohoi gjithçka, tha se po përpiqej vetëm të ndihmonte vjehrën, se ishte keq kuptuar, se ishte viktimë e një familjeje që kur nuk e kishte pranuar vërtet. E doja Arditin, tha ajo, me zërin e mbytur. E doja nënën e tij. Kur nuk do të bëja diçka për ta lënduar. Ky është një makt. Po shkatërohem nga një keqkuptim I tmerrshëm. Ishte një performancë bindëse, Arditi duhej ta pranonte. Por ai e dinte të vërtetën. Dhe shpresonte që juria gjithashtu do të arrinte të shihte përmes maskës. Prokurori, gjatë kundërpyetjes së tij, ishte I pamëshirshëm. Ai e përballi Valbonën me provat mjekësore, me dëshmitë, me historinë e saj. Dhe pak nga pak, maska filloi të plasaritej. Zëri I saj u bë më I ashpër, syt më të ftohtë. Gruaja e butë dhe e cenueshme I la vendin, për momente të shkurtra, personit që ajo ishte vërtet. Zonja Valbona, tha prokurori, nëse e gjithë kjo ishte një keqkuptim, pse shenjat në fytyrën dhe qafën e zonjës Tefta janë në përputhje me presionin e zgjatur dhe forcën e konsiderueshme? Pse mjekët gjetën shenja të qarta lufte? Valbona hezitoi duke kërkuar një përgjigje. Unë nuk e di. Ndoshta ajo u përpolit sepse ishte e çorientuar nga ilaçet. Unë po përpiqesha vetëm ta qetësoja. Dhe jastëku që burri juaj ju hoqi nga duart? Pse po mbanit një jastëk mbi fytyrën e saj nëse po përpiqeshit vetëm ta qetësonit? Salla heshti duke pritur përgjigjen. Valbona shikoi avokatin duke kërkuar ndihmë, por nuk kishte ndihmë të mundshme. E vërteta ishte aty, e ekspozuar për të gjithë. Pas ditësh seancash, erdhi momenti I argumenteve përfundimtare. Prokurori bëri një apel pasionant për drejtësi, duke I kërkuar jurist të shite përtej maskës që Valbona mbante, të njëjtë modelin e manipulimit dhe abuzimit, të mbronte jo vetëm zonjën Tefta, por potencialisht edhe viktima të tjera të ardhshme. Avokati I mbrojtjes, nga ana tjetër, u përpoq të krijonte dyshim të arsyeshëm, duke sugjeruar se interpretimi I ngjarjeve mund të ishte I ndryshëm, se ndoshta kishte vend për një shpjegim tjetër. Por fjalët e tij tingëllonin të zbrazta, të dëshpëruara. Juria u tërhoq për të diskutuar dhe Arditi, Besa dhe zonja Tefta pritën në korridorin e gjykatës. Orët u zvarritën si përjetësi. Arditi ecte sa andej këtej, I path të qëndronte në vend. Besa mbante dorën e nënës, të dyja në heshtje, secila e humbur në mendimet e veta. Më në fund, pas 4 orësh që u dukën si ditë, juria u kthye. Të gjithë u kthyen në sallën e gjyqit dhe heshtja ishte absolute. Gjykatësi pyeti zëdhënësin e jurist nëse kishin arritur në një vendim. Po, shkëlqesi, u përgjigj burri. Si e gjykoni të akuzuarën, Valbona Berisha, për akuzat e paraqitura? Zëdhënësi shikoi drejt për drejt Valbonën. Fajtor për të gjitha akuzat. Arditi ndjeu këmbët t'i dobësoheshin. Besa lëshoi një dënes lehtësimi. Zonja Tefta mbylli syt dhe mërmëriti një lutje të heshtur.
Valbona, nga ana tjetër, mbeti e palvizshme, fytyra e zbet, sytë të ngulitur në një pikë të largët. Gjykatësi pastaj dha dënimin. Valbona u dënua dhe megjithse Arditi e dinte se do të kishte apelime, se procesi do të vazhdonte, ai moment përfaqësonte diçka të rëndësishme. Përfaqësonte vërtetimin e së vërtetës, njohjen se ajo që kishte ndodhur ishte reale, ishte e rëndë dhe kishte pasoja. Jashtë gjykatës, në një qiell që më në fund fillonte të kthjellohej, të tre u përqafuan. Nuk kishte eufori, nuk kishte fesë. Vetëm një lehtësim i thellë, i raskapitur, se më në fund kishte mbaruar. Më në fund mund të fillonin të rindërtonin jetën e tyre pa peshën e vazhdueshme të atij procesi. Në javët që pasuan, Arditi filloi të përpunonte vërtet gjithçka që kishte ndodhur. Me ndihmën e doktor Petrit Koci, ai punoi përmes traumës, fajit, humbjes. Ai mësoi të falte veten, të njihte se kishte qenë viktimë e manipulimit të sofistikuar dhe se nuk kishte turp në këtë. Ai gjithashtu filloi të rindërtonte jetën e tij në mënyra praktike. Gjeti një apartament të ri, një hapësirë që do të ishte vetëm e tij, pa kujtime të kontaminuara nga Valbona. E dekoroi me kujdes, duke zgjedhur çdo mobilje me qëllim, duke krijuar një shtëpi që pasqyronte kush ishte ai vërtet, jo kush Valbona ishte përpjekur ta modelonte. Zonja Tefta filloi të lulëzonte përsëri. Me kërcënimin e hequr, me të vërtetën e vërtetuar, ajo rikuperoi gëzimin e jetës. Ajo filloi përsëri të gatuante pjatat që donte, të priste shoqet për çaj, të kujdesej për kopshtin e saj të vogël. Dhe çdo javë, Arditi dhe Besa darkonin me të, një traditë që ata premtuan të mos e linin më kurrë. Besa përfundimisht u kthye në Shkodër, por mbante kontakt të vazhdueshëm. Ajo vizitonte Tiranën të paktën një herë në muaj dhe ata bënin video telefonata të rregullta. Përvoja i kishte bashkuar të tre në një mënyrë që asgjë tjetër nuk do të mund ta bënte. Arditi gjithashtu rifilloi marrëdhëniet që kishte humbur. Ai dhe Genti u bën përsëri të afërt dhe pak nga pak, Arditi rindërtoi rrjetin e tij të mbështetjes sociale. Ai merrte pjesë në grupe mbështetëse për viktimat e abuzimit psikologjik, ku ndante historinë e tij dhe dëgjonte historitë e të tjerëve. Dhe aty, në atë hapësirë të cenueshmërisë së përbashkët, ai gjeti shërim. Muaj më vonë, në një pasdite me diell të së shtunës, Arditi ishte ulur në parkun e madh të Tiranës me kitarën e tij. Ai luante një melodi të butë, i humbur në muzikë, kur një grua u afrua me një buzëqeshje të ndrojtur. "Më fal që të ndërpres," tha ajo, "por luan shumë bukur." Arditi i buzëqeshi dhe ata filluan të bisedonin. Ajo quhej Elira, ishte mësuese letërsie dhe kishte një buzëqeshje që i ndriçonte të gjithë fytyrën. Ata biseduan për orë të tëra, për libra, muzikë, jetë. Dhe për herë të parë që nga Valbona, Arditi ndjeu një lidhje të vërtetë me dikë. Ai nuk ishte gati për një marrëdhënie dhe ishte i sinqert për këtë me Elirën. Por ata u bën miq dhe pak nga pak, Arditi filloi të besonte përsëri se kishte mirësi në botë, se jo të gjithë njerëzit mbanin maska, se ishte e mundur të besoje përsëri. Një natë, gati një vit pas incidentit në spital, Arditi po darkonte me zonjën Tefta. Ata ishin në kuzhinën e saj, duke ngrënë lazanjen që ajo kishte përgatitur, duke biseduar për gjëra të parëndësishme dhe të rëndësishme në të njëjtën kohë. Dhe në mes të bisedës, zonja Tefta ndaloi dhe e pa të birin me një shprehje kënaqësie të thellë. "E di, Ardit," tha ajo, "unë të shikoj tani dhe shoh një njeri të ndryshëm nga ai që hyri me vrap në dhomën e spitalit atë ditë. Ti je më i fortë, më i mençur, më i plotë." Arditi i konsideroi fjalët e saj. "Keni të drejtë. Unë jam ndryshe. Kam kaluar në përzjarr dhe kam dalë në anën tjetër. Dhe megjithse plagët janë ende aty, ato më kujtojnë se çfarë kam mbijetuar, çfarë kam mësuar." "Dhe çfarë ke mësuar, bir?" Arditi mendoi për një moment. "Mësova se dashuria e vërtet nuk manipulon, nuk kontrollon, nuk shkatëron. Mësova se të besosh është e rëndësishme, por se është gjithashtu e rëndësishme të besosh në veten tënde, në instinktet e tua. Mësova se familja nuk është vetëm gjak, por njerëzit që zgjedhin të qëndrojnë pranë teje kur gjithçka shembet. Dhe mësova se gjithmonë ja vlen të luftosh për të vërtetën, sado e dhimbshme të jetë." Zonja Tefta buzëqeshi, sytë i shkëlqenin nga lotët e krenarisë. "Babai yt do të ishte kaq krenar për ty atë natë," ndërsa i jepte makinës për t'u kthyer në apartamentin e tij, Arditi shikoi qytetin e ndriçuar rreth tij. Tirana, me gjithë kaosin dhe bukurinë e saj, kompleksitetin dhe kontradiktat e saj.
Ishte qyteti i tij, shtëpia e tij. Dhe ai gati kishte humbur gjithçka këtu, por gjithashtu kishte gjetur forcën e tij, të vërtetën e tij, shpengimin e tij. Ai mendoi për Valbonën duke vuajtur dënimin dhe ndiu një përzierje emocionesh. Nuk kishte kënaqësi në rënien e saj, por kishte një ndjenjë drejtësie të përmbushur. Dhe më e rëndësishmja, kishte sigurinë se ajo nuk mund të shkaktonte më dëm, as atij, as nënës së tij, as askujt tjetër. Arditi kuptoi se udhëtimi i tij nuk kishte mbaruar. Shërimi është një proces i vazhdueshëm, jo një destinacion. Do të kishte ende ditë të vështira, kujtime që do të shfaqeshin papritur, plagë që do të dhimbnin. Por ai tani ishte i pajisur me mjete për t'u marrë me këtë, me një rrjet të fortë mbështetës, me një kuptim më të thellë të vetvetes. Dhe për herë të parë pas një kohe të gjatë, kur mendonte për të ardhmen, nuk ndjente frikë. Ndjente shpresë. Shpresë se ditët më të mira ende nuk kishin ardhur, se dashuria e vërtet ekzistonte dhe mund të gjendej, se mirësia do të mbizotëronte mbi errësirën. Ai parkoi makinën para pallatit të tij dhe shikoi lart në apartamentin e ndriçuar që tani e quante shtëpi. Një shtëpi që e kishte ndërtuar me duart e veta, e mbushur me zgjedhjet e veta, e mbrojtur me barierat e veta të shëndetshme. Dhe ndërsa ngjiste shkallët, Ardit Berisha e dinte me një siguri absolute se kishte mbijetuar. Më shumë se kaq, kishte fituar. Jo sepse Valbona ishte dënuar, por sepse ai kishte rikuperuar veten. Kishte rikuperuar zërin e tij, autonominë e tij, aftësinë e tij për të dashuruar dhe për t'u dashur në mënyrë të shëndetshme. Errësira ishte përpjekur ta konsumonte, por ai kishte zgjedhur dritën. Dhe kjo zgjedhje, e rinovuar çdo ditë, ishte ajo që do të përcaktonte pjesën tjetër të jetës së tij. Në muajt që pasuan gjykimin, Arditi filloi të punonte me grupe mbështetëse për burrat viktima të abuzimit psikologjik. Ai kuptoi se historia e tij, sado e dhimbshme të ishte, mund të ndihmonte njerëz të tjerë që po kalonin të njëjtin proces zbulimi dhe shërimi. Ai filloi të fliste hapur për përvojën e tij, duke thyer stigmën që shpesh i pengonte burrat të pranonin se kishin qenë viktima të manipulimit. Në një nga këto takime, të mbajtur në një qendër komunitare në zonën perëndimore të Tiranës, Arditi takoi një të ri të quajtur Dritan, i cili ishte vetëm 25 vjeç por tashmë mbante plagë të thella nga një marrëdhënie abuzive. Djali po luftonte qartë, ende i bllokuar mes mohimit dhe pranimit të asaj që kishte përjetuar. Arditi ju afrua Dritanit pas takimit. E di se çfarë po ndjen, tha ai butësisht. Këtë ndjenje se duhet ta kishe kuptuar më parë, se je i dobët që e ke lënë këtë të ndodhë. Por ti nuk je i dobët. Ti je manipuluar nga dikush që ishte jashtëzakonisht i aftë në manipulim. Dhe tani, ti je këtu duke kërkuar ndihmë. Kjo nuk është dobësi. Ky është guxim. Dritani e pa Arditin me sy pllutullat. Si ja dole të vazhdosh përpara? Si arrin të besosh përsëri? Arditi mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Nuk do të gënjej duke thënë se është e lehtë. Ende ka ditë kur unë vë në dyshim gjithçka, kur kam frikë t'i besoj dikujt përsëri. Por kam mësuar se nuk mund të lejoj që një person i keq të shkatërrojë aftësinë time për të parë të mirën tek të tjerët. Kam mësuar të vendos kufi të shëndetshëm, të besoj në instinktet e mia, të mos injoroj flamujt e kuq. Dhe kryesisht, kam mësuar se historia ime nuk më përcakton, por si unë zgjedh të vazhdoj përpara, kjo po më përcakton. Ajo bisedë i mbeti Arditit për ditë të tëra. Ai kuptoi se, duke ndihmuar Dritanin, po ndihmonte gjithashtu veten, duke riafirmuar mësimet që kishte mësuar, duke konsoliduar shërimin e tij. Elira, mësuesja që kishte takuar në park, u bë një prani e vazhdueshme në jetën e tij. Ata ishin ende vetëm miq, por ishte një miqësi që sillte gëzim dhe lehtësi në ditët e Arditit. Ajo e bënte të qeshte, e sfidonte intelektualisht, e pranonte saktësisht ashtu siç ishte. Dhe për herë të parë që nga Valbona, Arditi filloi të konsideronte mundësinë që ndoshta një ditë të hapej përsëri për dashurinë. Por ai nuk nxitonte. Kishte mësuar se shërimi nuk mund të përshpejtohej, se kishte vlerë të ishe vetëm, të rindërtoheshe plotësisht para se të lejoje një person tjetër të hynte në jetën tënde në mënyrë domethënëse. Një pasdite të diel, gati 15 muaj pas incidentit në spital, Arditi organizoi një barbecue në apartamentin e tij. Ai ftoi Besën, zonjën Tefta, Gentin dhe Elirën dhe disa miq të tjerë që i kishte rikuperuar. Shtëpia ishte plot me të qeshura, muzikë, erën e mishit të pjekur në skarën e balkonit.
Zonja Tefta ishte rrezatuese, duke treguar histori qesharake nga fëmijëria e Arditit dhe Besës, duke i bërë të gjithë të qeshnin. Arditi ndaloi për një moment duke vëzhguar skenën rreth tij. Këta ishin njerëz të vërtet, me afeksion të sinqert, pa maska, pa lojra. Kjo ishte jeta që ai gati kishte humbur, që Valbona gati kishte shkatëruar. Dhe ai ndjeu një mirënjohje të thellë, jo vetëm që kishte mbijetuar, por që kishte gjetur rrugën e kthimit te vetja. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arditit, zonjës Tefta dhe Besës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim dhimbjeje, zbulimi dhe rindërtimi, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, duke treguar se edhe në situatat më të vështira, forca e dashurisë familjare dhe guximi për t'u përballur me të vërtetën mund të na çojnë në transformim. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prekë shpirtin.